Më thanë që duhet me pritë edhe dikon për kolegëve t'juj, për këtë arsye dhe pritëm pak. Nëse duhet me pritë edhe pak i presim, se na kam pritë shumë herë dhe këta neve. Urdhë? Alo? Të nderuar përfaqësues të medjave, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, të respektuar anëtar, aktivist dhe mbështetës Partisë Demokratike të Kosovës. Në rini, njeriu nuk e din gjithmonë se çka do të bëhet, po shumë herë e din në çfarë do të besoj. Dhe unë që nga rinia e kam ditur që duhet besoj në Kosovën e ëndrave të mia. Me dëshirën e madhe në zemër që këtë besim ta kthej në veprim për vendin tim, në vitin 2004 u bashkova aktivisht në Partinë Demokratike të Kosovës. Ishte një ditë sikur sot, po në këtë seli, vetëm se unë isha një 2 dekada më i ri. Dhe në atë moment, as në dëshirat e mia më të mira, nuk e kisha imagjinu rrugtimin që më priste. Sepse ajo që nisi si angazhim rinor e idealist, u kthye në udhëtimin më të rëndësishëm të jetës sime. Mbi 20 vjet angazhim e shërbimi për zemërt me PDK-n, kam pasur nderin të punoj për shtetin tim dhe për qytetarët e mi. Të rrugtoj nga kryetari i Rinisë Demokratike të Kosovës deri te kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe mbi të gjitha, mesin e shumë ndereve të mëdha, kam pas krenarin e nderin jetësor të pakrahasueshëm që ta nënshkruaj edhe deklaratën e pavarësisë së Republikës Kosovës. Kjo është PDK. Këtë ma ka dhënë PDK. Një familje politike që më mësoi se idealet janë më të forta se sa çdo post. Se dashuria për Kosovën është më e madhe se çdo dallim. Ka qenë nderi më i madh i jetës time të udhëheq këtë parti. Partinë e krenarisë sonë kombëtare, partinë që ka shkruar faqet më të ndritura të historisë Kosovës. Partinë që kanë udhëhequr 2 burra para meje, që kanë shkruar epokën më të lavdishme të vendit tonë, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Prej tyre kam mësuar fillimisht se leadershipi nuk është privilegj, po është përgjegjësi. Një barkë që mbahet me përulësi e jo me pushtet, me shembull e jo me forcë. Të dashur mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës, në këto 4 vjet e 4 muaj si kryetari i PDK-s, bashkë kemi kaluar shumë sfida, por edhe shumë momente krenarie. Në 3 palë zgjedhje, 2 lokale dhe 1 nacionale, PDK është rritur dhe është forcuar. Unë kam marrë detyrën e kryetarit PDK-s në një udhëkryq të madh, me vetëm 5 komuna në udhëheqje dhe me 148.000 vota në zgjedhje nacionale, me 18 deputet dhe me mbështetje prej rreth 11% në sondazhe. Sot jam krenar me atë që kemi arritur, por kjo nuk është përmbushje ambicjeve tona. Kemi fituar mjaft, por si çdo organizatë politike në Kosovë në botë, kemi pasur edhe sfidat tona. Megjithatë, besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit, e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme.
është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet të jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur ose jam zhgënjur, po sepse dua që partia jonë ta marrë frymën e re që e meriton. Këtë jeni të sigurt të gjithë e bëj me paqe në shpirt dhe me dashuri në zemër, me dashuri për PDK-n dhe me dashuri për Kosovën. Sepse unë e konsideroj se PDK është më shumë se sa një parti. Është një amanet nga ata që luftuan për liri, për shtet dhe për dignitet. Dhe amaneti bëhet gjallë vetëm kur ne udhëheqim me shembull, me guxim, me përgjegjësi dhe me mendje e zemër të hapur. Kur dim jo vetëm si të qëndrojmë mirë, por edhe si të largohemi mirë. Kjo është detyra e një lideri. Të di kur ta dorëzoj me dashuri atë që e kam mbajtur me përgjegjësi. Unë mbetëm në PDK, me përkushtim plot dhe me besim pa lëkundur, me bindje të thellë se PDK mund dhe duhet bëhet më e fortë, sepse kjo parti është më e madhe se secili prej nesh. Dhe ne e kemi për detyrë të qëndrojmë bashkë. Prandaj sot si një thirrje pej zemrës, ftoj çdo antar, çdo strukturë, çdo mbështetës të bashkohet, të jemi si një, si asnjëherë më parë. Sepse PDK edhe sot e ka për detyrë që t'i dalë zot vendit. Kosova po kalon një periudhë të sfidave, të stagnimit dhe të mungesës së drejtimit. Dhe pikërisht tani vendi ynë ka nevojë për shërbim të sinqert, për bashkim dhe për vizion. Vetëm PDK mund ta ofrojë këtë ndryshim me maturi, me përvojë dhe me vizion të qartë për të ardhmen. Partia Demokratike e Kosovës është partia e njerëzve të mirë atëdhetar. Ka shumë energji, shumë dije, shumë zemra që rrohin fuqishëm për Kosovën. Kjo është forca e vërtetë e kësaj partie, kjo është arsyeja pse unë besoj në të ardhmen e saj. Kjo është arsyeja pse unë jam shpresë plot për një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Të dashur anëtar dhe aktivistë të Partisë Demokratike të Kosovës. Sot, në përputhje me statutin e partisë, kam thirrur edhe konventën e jashtëzakonshme të Partisë Demokratike të Kosovës, që do të mbahet të hënën me 17 nëntor, ku do të zgjidhet kryetari i ri. Dhe e di se ajo ditë do të jetë dëshmi e pjekurisë sonë politike, e demokracisë sonë të brendshme dhe e forcës sonë për të ecur përpara. Prandaj për fund dua t'ju them faleminderit gjithëve. Faleminderit qytetarëve të Republikës Kosovës, faleminderit çdo votuesi, aktivisti dhe kolegut PDK-s, faleminderit ekipit tim të jashtëzakonshëm, faleminderit miqve, bashkëpunëtorëve dhe mbi të gjitha, falënderim i posaçëm për familjen time, që kanë qenë gjithmonë burim i forcës dhe i përkushtimit tim. Shpresoj se tash do të kem pak më shumë kohë edhe për ta. Unë sot largohem nga detyra e kryetarit PDK-s me mirënjohje dhe me krenari. Me bindjen e thellë se bashkë me secilin antar kemi bërë dhe kemi dhënë gjithçka që kemi ditur, e gjithçka që ka qenë e mundshme brenda rrethonave që kemi punuar. Kam bindjen e thellë se PDK do të mbetet në duar të sigurta drejtuese. Në duar të njerëzve që besojnë, që punojnë dhe që bashkojnë. Dhe natyrisht e ka thënë presidenti Thaçi i pari në një kontekst shumë më të vështirë, kjo nuk është lajm të mirë, por është vetëm mirupafshëm, sepse kjo Partia Demokratike e Kosovës është shtëpia ime e dytë, shtëpia ime politike, shtëpia e krenarisë ime jetësore, e për te shtëpisë ime nuk dua dhe nuk kam ku të shkoj. Zoti e bekoft Partinë Demokratike të Kosovës, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë. Erdogan Zeshiri, Kosova Press, duke ka thënë që ju thatë që kandidati i arshëm për kryeministër duhet të jetë kryetar i PDK-s, me herët ju keni deklaruar që zotri Hamza do të jetë kandidat për kryeministër në zgjedhjet e mëshme të parakoshme. Realisht, a do të ketë garë brenda PDK-s për kryetar, këndër krani ju se është kandidat për kryetar tashmë, si dhe a ka divergjenca brenda PDK-s zotri Krasniqi, cilat janë arsyet reale për këtë heqje të juaj dhe a keni rënë edhe prej presionit edhe të kryetarit Lavrovci, i cili ka kurzuar një lloj të heqje të juaj me shkuarjen në listë të
deri në zgjedhje ose jo të jashtëzakonshme? Faleminderit. Unë kom pas fatin me qenë para jush, po edhe para gjeneratave më të vjetra se ju si gazetar, tash e 2 dekada s'pakun politik. Ma merr mendja që nëse mundi më dhoni një kredit, kish me qenë që kom qenë shumë i sinqert dhe shumë i drejt për drejt gjithmonë. Atë që e thash është arsyeja e plot dhe e vetëm. Është një reflektim më i gjatë, një planifikim më tjetër, dhe një vendim që ndoshta do ta merrja më herët sikur të kishim mundësi që të kemi stabilitet institucional. Sikur të kishte ndodhur një qeveri që ne kemi planifikuar, unë do i shpallja zgjedhjet e partisë dhe nuk do të kisha garuar. Ky ka qenë edhe plani. Por me qenë se tash jemi para zgjedhjeve, ju thash është reflektim që duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam i bindur në këtë. Çështja e drenasit është çështje që e kam adresuar. Por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat fol. Ndërsa ju e dhatë dhe përgjigjen pyetjen e juaj. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që i plotson kriteret statutare dhe të rregullorës së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Bedri Hamzën nuk e mshefi përkundrazi me knatësi e bëj publike. Paragrafin në sensu do thënë se çështja e dërheqjes ka ku që jeni duke menduar, e kemi pasur rast që edhe me ish-krerët e BDK-s në hap ka diskutuar një çështje të tillë dhe tek çështja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme deri më tash Partia Demokratike e Kosovës a ka marrë ndonjë test që ndonjë deputet individual nga mandatari i dytë për ta votuar qeverinë e Përkundër miteve që kryesisht krijojnë kundërshtar tonë politik. Zoti Thaçi e zoti Veseli as nuk janë përzi, as nuk përzihen në udhëheqjen e as në vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Këto kanë qenë gjithmonë deklarata dashakësia, me thonë drejtën, kështu që jo, nuk kam pasur diskutime me ta, sepse edhe ka qenë shumë e vështirë që t'i shohim e t'i kontaktojmë, se dini që ka 2 vite që janë me restriksione të rënda, dhe unë nuk po mrit që t'i vizitoj për shkak të këtyre limiteve më shumë se 3-4 herë në vjet. Por ne e njohim pas mirë njëri tjetrin. Kam qenë nën kryetar edhe i zotit Thaçi edhe i zotit Veseli për kohë gjatë, kemi bashkëpunuar shumë dhe nuk besoj ose shpresoj që s'kam i befasu ky vendim dhe jam i bindur që edhe sot kur e marrim vesh këtë vendim, ata e dinë që ky është vendimi i duhur, siç e kanë marrë gjitha vendimet. Unë konsideroj të duhura për Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë, veçanërisht kur jam kryetar. Për sa i përket çështjes së seancës për mandatarin Konjufca, kërkesa ime ka qenë që ata të nesërmën ta ftojnë seancën, sepse sikur ta kishin ftuar nesërmën, sikur ta ftojnë nesër, si ta ftojnë me 19 kur e kanë afatin e fundit, rezultati dihet, ka me dështu. Nuk ka asnjë mundësi me kriju një qeveri 3 lëvizjave të vendosur. Dhe rrjedhimisht ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Sa më herët që t'ishin mbajtur zgjedhjet kish më qenë më mirë, por kjo pastaj mbetet çështja e afateve kushtetuese. Nuk ka pasur kontakte, nuk ka pasur kërkesa, unë besoj që po dihet botërisht që ata kanë marrë vetëm përmes varrit kohë në funksion të balotazhit, me kriju një mjegull kinse e kemi një shans, por që realisht ata e dinë që s'kan asnjë shans me bo Konjufcën kryeministër. Marigona prej KTV-s, zoti Krasniqi, a e mbështet një zgjodhjen buxhetore në rast se diri me 19 vjen kuvend edhe procedohet prej presidentit që shkruhet? Problemi është që s'ka komisione, dhe komisionet s'mund të themelohen.
sepse për të themeluar komisionet parlamentare duhet me ditë kush opozita, kush është opozita. E kjo nuk dihet. Kjo është problemi. Zgjidhje të cilat rrshqasin terren legal ose jo legal, mendoj që nuk na duhen. A është me rëndësi? Po, absolutisht. Por, ma me rëndësi kish me qenë më mojtë zgjedhjet më herët, mos me bo këto zgjatjet pa nevojshme, s'ka pas arsye reale me dhon mandatin, absolutisht. Ja kom shpreh këtë qendrim presidentës, nuk ka arsye me dhon mandatin njerit i cili saktësisht dihet që si ka votat, sepse është vetë zgjatja e agonisë për 15 ditë. Pra, sigur kjo mos kishte ndodhur, zgjedhjet kanë mujt më majt PZ me 7 dhjetor, kishim hyrë në janar me rezultate certifikume dhe kish pas hapësinë 30 ditore për me konstituu kuvende, me u zgjedh qeveria edhe me miratu buxheti potencialisht. Nuk ka hera e parë që ballafaqohem me situatë të tillë. Besoj ju kujtohet, në 2011 ka qenë situata e njëjtë. Edhe në 2016 nëse s'gaboj. Njërën për këtyre viteve, unë kam qenë bilantari i qeverisë në atë kohë. Besoj shumë që nëse mbahen zgjedhjet më shpejt, mundësia për me pas qeverinë është më e madhe dhe pastaj s'ka nevojë me pas gjatje sepse në fund të shkurtit mundet me miratu buxheti edhe me funksionu në gjatë kohë. Edhe në pyetjet fundit vallë. Si të tjerë çështja e kryetaruar ku deri në 17, apo keni ju ushtrë të Po. në kryesinë e rrugës së pasqyrtimit, a mendoni se do të përfshiheni në organet kryesisë partijës? Normal që unë do të jem sepse takon me qenë kujdestar edhe me u siguru që procesi deri me të hënën shkon si duhet. Besoj që është gjithçka në rregull. Unë vetëm i ftoj krejt kolegët e me antarë që përmbushin kriteret dhe kushtet që ta shprehin vullnetin e tyre, nëse ka, nëse jo, besoj që është e lehtë me gjetë në rrugë përbashkë me udhëhecin tonë të ardhshëm. Ndërsa i takon pastaj kryetarit sipas kompetencave statutare, por një gjë që me pas qartë, mos me pas në spekulim, unë këtu vazhdoj me qenë, edhe zyrët këtu i kam, edhe punën këtu e bëj, edhe angazhimin e kam me fitu zgjedhjet, edhe me Albin Kurtin për qeverisë. Faleminderit shumë. Faleminderit.